Këngëtarja Klea Huta duket se I ka dhënë fund zërave për ndarjen nga bashkëshorti I saj këngëtari Elgit Doda. Klea ka postuar së fundmi një seri fotosh në rrjetet sociale që kanë tërhequr vëmendjen e ndjekësve ku dallohen unazat e saj. Vjetre se ajo ende ka në dorë unazën me diamant që Elgiti I propozoi asaj për martesë në ditëlindjen e djalit të tyre. Unaza është tipike fejese me një gur të bardhë. Klea nuk ka dhënë asnjë reagim të drejtë për drejtë, por fakti se ajo mban ende unazat ka mjaftuar për të ndezur diskutimet se ata janë ende bashk. Pavarësisht se lajmet për fundin e marrëdhënies së tyre qarkullojnë prej javësh, dyshja nuk kanë reaguar për të mohuar apo pohuar lajme duke vendosur që të heshtin. Çifti prindër të një djali celebruan dashurinë në martesë në qershor 2023, por prej ditësh përfliten se tashmë kanë ndarë rrugët e tyre. Aktoria dhe kantautori I njohur kanë fshirë foto të bashku në rrjetet sociale, përfshirë edhe ato të dasmës, ndërsa ende ndiqen me njëri tjetrin në rrjetin social Instagram. Klea Huta mban në media sociale vetëm disa imazhe me të birin Kridi. Çifti bashkë me familjarët dhe miqtë e tyre udhëtuan drejt jugut të vendit ku u mbajt edhe ceremonia. Festa e cila nisi pas mesnate përkonte edhe me ditëlindjen e djalit të tyre Krid, ku e pritën të gjithë bashkë buzë detit.